Faleminderit të ftesës. Faleminderit që ke ardhur. Revion Mekshi, trajner i ekipit të femrave të Teutës dhe video analist, përshëndetje edhe urime për fitoren. Faleminderit. E nisët me këmbën e mbar. Mirë, përpara se të shkojmë tek futbolli i femrave, do ta nisim me Superioren, me ndeshjet më të forta të kësaj fundjave. Andi, po e nis me ty. Po. Çfarë të tregoi, po themi, fundjava në Abisinet Superiore? Atëherë, surpriza më e bukur e kësaj jave, pa diskutim që është fitoria e skuadrës së Bylisit të Ballçit me në krye trajnerin Mirel Josa. Një fitore bindëse 3-1 kundër një skuadre me emër shumë të madh, siç është skuadra e Partizanit. Po. Por që këtë fillim sezoni, me thënë të drejtën, po çedon goxha. Skuadra fitoria e Ballçit, siç e thash për mendimin tim, është surpriza e javës pozitive. Po kemi pasur edhe surpriza të tjera, jo vetëm. Pa diskutim që po, është rikthimi i Dinamos në fitoren derbi me Tiranën. Një derbi tradicional, një derbi i madh. Tirana Dinamo ka nxjerrë gjithmonë ndeshje të bukura dhe rezultate surprizë. Por kjo ndeshje, pjesa parë, me thënë të drejtën, ka qenë goxha e vagët. Dhe pjesa dytë është rritur ritmi. Dinamo ka shënuar 2 gola duke 2-0 pjesa parë, por pjesa dytë pastaj Tirana është munduar të rikthehet, është munduar të bëj lojën e vet dhe ka arritur të shënojë 1 gol. Duhet theksuar që edhe terreni ka qenë shumë i rënduar nga rreshtet e shiut dhe kjo ka ndikuar goxha në nivelin e kësaj ndeshje. Përpara se të shkojmë tek Elbasani Teuta, doja të pyes pak revion lidhje me Flamurtarin dhe Gnatian, një ndeshje e fortë ka mbështypje në Vlorë, në një stadium të rikonstruktuar, ëh? Po, e vërtet, një stadium modern do të thoja, që i plotson të gjithë parametrat, ishte një spektakël në vete. Plus tifozëria bëri punën e vet dhe ishte një natë goxha e bukur për futbolldashësit, por fatikisht nuk i kënaqi rezultati skuadrën vlonjate dhe tifozërinë, por që ishte me të vërtet një natë edhe shiu bërit vetën, si thosh që por ta që stadiumi ishte mbushur plot në stadiumi plot. Fatikisht në dijenin time ka qenë hyrje e lirë. Po, hyrje falas. Ka qenë falas si ndeshje e parë inauguruese. Por besoj sepse Vlora ka tifozëri goxha të zjarrt, besoj që do jetë aty edhe në ndeshjet në vazhdim. Është një gjë i vlerësuar, një stadium modern në çdo qytet. E vërtet është. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Rogozhin me stadiumin e Ignatias, që aty përveç tifozërisë janë dhe femra të pranishme, familjar me fëmijë, është një gjë evropiane bashkëkohore, do të thoja. Sa i takon rezultatit, po themi, ndoshta mund të kishte shkuar ndryshe? Atëherë, ndeshja ishte goxha e luftuar. Flamurtari e donte me patjetër fitoren, sepse pozitat që ka aktualisht janë shumë të rrezikuara. Por është ajo që kemi thënë fillim për Ignatian, që është e vështirë nga ndeshja në ndeshje ta kapësh aty, sepse ato e kanë boshtin, e kanë konceptin e lojës, identitetin e tyre dhe është e vështirë ti ndalesh. Ato e kërkuan dhe e arritën. Qartë. Sa i takon ndeshjes së fundit, Vllaznia Vora, një fitore për shkodranët? Do të thoja, Vllaznia e uli me këmbë tok pak Vorën. Okej, pas rezultateve pozitive e frenoi goxha. Mendoj që duhet ta kishte zgjidhur më shpejt Vllaznia, dyfishimin e rezultatit. Dhe pas 2-0 rezultatit 2-0 pati një vetë kënaqësi të lojtarëve të Vllaznisë, patë një tërheqje të vogël, por që Vllaznia po tregon nga ndeshja në ndeshje që është me meritë të kusht. Shumë e qartë. Tani për të vajtur te Teuta, meqense ju kemi edhe nga Durrësi. Një ndeshje Elbasani Teuta në Elbasan Arena, mos gaboj, po një ndeshje e cila nuk i shërbeu, po themi, as njërës edhe as tjetrës. Pra i lënë në pozita që atë pikët tashmë Elbasani është me 11 pikë në vend parë, po me 1 pikë diferencë ka Vllaznia dhe Ignatia, në kaq Teuta është në vend 5 me 7 pikë, po janë 2 skuadra të tjera me 7 pikë. Atëherë, unë mendoj që kjo ndeshje tregoj edhe një herë që si Elbasani, edhe Teuta janë ekipe vërtet serioze, ekipe vërtet
që e kanë marrë me shumë seriozitet këtë sezon të superiorës dhe treguan goxha nivel. Teuta sidomos bëri një ndeshje në kuadrin e perfektes. Vetëm goli i mungoi në këtë ndeshje, ka sulmuar, ka dominuar në goditjen këndi, në goditjen port, në posedimin e topit dhe gjithçka. Dhe siç e thash, vetëm goli i ka munguar. Dhe për mendimin tim, në këtë ndeshje do dali më e kënaqur Elbasani që mori 1 pikë, sesa Teuta që për mendimin tim humbi 2 pikë. Po ishte vërtet një ndeshje e bukur, një ndeshje e luftuar dhe një vitrinë për superiorën. E kemi edhe në patjetër, e kemi edhe në ekran. Në ekran. Ishte vërtet një ndeshje me ritëm. Po. Me ritëm dhe kjo tregon edhe nivelin dita ditës që po rritet dhe superiore dhe ajo që duhet të theksoj Egon është që ky vit nga vitet e tjera në kampionatin shqiptar po shënohen shumë gola. Po. Trajnerët nuk po mendojnë shumë të mbrohen, por po mendojnë më shumë të bëjnë lojë ofensive, lojë sulmuese për të rritur spektaklin dhe duke rritur spektaklin, duke shënuar gola, duke pasur ritëm dhe nivel, absolutisht dhe tifozëria shqiptare që është shumë futboldashëse do të afrohet nëpër stadiume, sepse kemi vërtet nevojë. Qartë. Për Teutën. Atëherë Elbasanin, po. Ishte një ndeshje shumë ekuilibruar dhe goxha e luftuar nga të dyja skuadrat. Pati një dinamik të jashtëzakonshme si ndeshje. Ishte si thosh një përballje për kreun, por Teuta luajti më mirë se sa Elbasani, sepse e patëm përgatit goxha mirë ndeshjen. E surprizuan pak Elbasanin me pressingun, nuk e lanë që të luajnë e vet. Kishin mundësi të dilnin me 3 pikë nga ndeshja. Qartë. Por futbolli ky është, madje edhe kemi një travers të Maçollit, që është është këtu një pikë kyçe e lojës të Teutës. Duhet të them që ndan nga një pikë, por më të kënaqur besoj duhet të ishin ato ekipi Elbasanit për arsye se ishte më kërkuese Teuta. Nga java në javë bëhet akoma më kërkuese për rezultatin. Ergon, duhet të theksoj që e kam theksuar edhe në emisionin e kaluar, superiore shqiptare specifike. Që do thotë nuk është se ka një skuadër fikse që dominon. Qartë, është pak shumë si Premier Liga, që janë ja 4-5 skuadra. Shumë vërtet, dhe po të shohësh deri në ditjen, skuadrat janë aty, Elbasani 11 pikë, Vllaznia 10, Egnatia 10, Dinamo 7. Mund të shohim edhe rezultatet Bylisi me këtë fitore 6 që është shumë pozitive për skuadrën e Bylis dhe për trajnerin Mirel Josa që meriton absolutisht komplimente dhe është një nga trajnerët më të mëdhenj të historisë futbollit shqiptar, jo vetëm në këtë sezon normalisht, ka një eksperiencë të jashtëzakonshme. Partizani, Flamurtari dhe Tirana për momentin janë në një gërç. Qartë. Mund të shohim në ekran edhe rezultatet superiore dhe pastaj renditjen, po, shumë bukur, ja ku e kemi. Pra edhe një herë për të bërë një përmbledhje, Tirana Dinamo derbi i kryeqytetit 1-2. Fitoria e Dinamos edhe e profesor Ilir Daj, si që rikthehet te fitoria, por, siç e thash dhe në fillim, ishte një ndeshje e ekuilibruar. Një ndeshje e ekuilibruar dhe terreni ndikoi goxha për të pasur atë nivel që ne pretendojmë si nga Tirana dhe nga Dinamo. Tirana ka problematikën e vet që kemi theksuar dhe herët e kaluara dhe shpresoj shumë që Tirana të rikthehet sepse është një emër shumë i madh i superiorës dhe duhet të rikthehet. Ja ku kemi edhe Bylisi me Partizani, një fitore surprizë e bukur e Bylisit, e një tjetër trajneri mjaft të mirë siç është Mirel Josa, 3-1 në Ballsh. Elbasani Teuta 0-0 barazim pa gola. Flamurtari Egnatia në stadiumin Flamurtari në Vlorë, një humbje për vlonjatët 1-2 për kampionët në fuqi të Shqipërisë. Rikthehen në Shina, rikthehen në rrugën e dur, rikthehen në rrugën që kanë 3 vite. Bukur. Dhe normalisht kjo, për mendimin tim, është dhe një shembull për gjithë presidentët e tjerë, do të marrin shembull presidentin e Ignatias, pasi një projekt afatgjat të çonte rezultat. Dhe Vllaznia me Vorën, ndeshja e fundit 2-0 fitore për shkodranët pikërisht në Shkodër. Vllaznia e kemi thënë që është një nga ekipet kryesore dhe pretendentët kryesorë për këtë sezon, por pa diskutim që dhe Vora është ekip simpatik. Është ekip që është aty dhe ekip që do vazhdoj të bëjë surprizën. Jam i bindur që me trajnerin Arjan Bellaj dhe me grupin shumë simpatik lojtarëve që kanë brenda, do vazhdoj të bëjnë surprizën. Qartë. Tani. Doja të theksoj pak ke Bylis. Po. Është nga ndeshje në ndeshje. Mund ta rikthejmë edhe Bylisin. Po krijon një Bylis Partizani. Po krijon një identitet si ekip. Fal profesor Josës, siç e tha dhe Andi,
po krijon një identitet si ekip me ato lojtarët afrikanë të rinj që të rinj. Ato bën 2 vite faktikisht pjesa e ekipit, por po krijon një identitet të lojës si skuadër dhe me merit janë aty dhe besoj që do jetë afër paktën ke 5 që e parë. Por se revioni javës tjetër Teuta Bylis. Po, patjetër. Do jetë fort, por besoj që do afrohet afër 5-shës. Do jetë kërcënim për 5-shën, mendoj unë këtë vit. Paktën me rezultatet deri tanishme dhe me progresin. Jam plotësisht dakord, është vërtet një skuadër shumë simpatike. Profesor Revioti, do nxjerrim edhe formacionin e javës, tani unë jam shumë kurioz që të di se kush janë lojtarët e përzgjedhur në 11-shën më të mirë të Superligës shqiptare për këtë javë. Në fakt ti ke disa emra. Po presim që të jetë edhe së bashku me ne në ekran që ta komentojmë. Shumë bukur. Okej. Atëherë, është e gjitha fusha jote. Jepi. Atëherë, ne mendum një modul 3-4-3 me një romb në mesfush që jo trajnerët nuk para se e përdorin shumë, por duke qenë karakteristikat e lojtarëve dhe jemi munduar t'i përshtasim. Jemi munduar t'i përshtasim dhe për më tepër duhet të them që janë lojtarë që meritonin të ishin formacion të javës për javën e 5. Atëherë fillojmë në port me Jana Çek të Elbasanit sërish. Po, sërish. Vazhdon të jetë me performanca të mira. Rikonfirmohet, vazhdon të jetë në kryesim të renditjes. Dhe është një siguri për skuadrën e Elbasanit. Është kthyer në një pikë kyçe. Absolutisht. Për ekipin e Elbasanit, duke ndihmuar goxha. Po. Që të jenë të pagalueshëm. Për mendimin tim, Xhemaili i Ignatias prej javësh me performanca shumë të mira, edhe javën e kaluar patëm një balotazh 2 javë të kaluara për formacionin e javës. Gomes i Teutës bëri një ndeshje shumë perfekte, si hyrje e re, zëvendësoi Kotobellin të dëmtuar dhe u paraqit shumë mirë. Azemovic për herë të dytë në formacionin e javës, lojtari që sezonin e vjetshëm i mungoi Elbasanit për rreth 1 vit dhe këtë vit është kthyer një pikë kyçe e mbrojtjes. Duhet të theksoj te treshja mbrojtjes, një specifik që patjetër që po vete të re në këtë sezon janë për shembull të 3 lojtarët e mbrojtjes që ne kemi përzgjedhur janë dhe lojtarë shumë të mirë teknikisht me këmbë. Qartë. Që ne si trajnerë kuptojmë shumë mirë se sa e rëndësishme është në futbollin e sotëm të luash me këmbë dhe mbrojtësi. Qartë. Dhe kjo tregon të 3 futbollistët që janë aty meritojnë plotësisht sepse din të luajnë me këmbë, din të mbrojnë, po din edhe të qarkullojnë topin për skuadrat respektive. Qartë. Për vajtë mesfush tani? Në mesfush Maçolli, siç e theksuam edhe më përpara, është kthyer në pikë kyçe në shpërndarjen e lojës të Teutës, është bërë një rregullator i domosdoshëm për lojën e ekipit. Fernando, një asist tjetër sërish këtë javë për golin e dytë që i dha fitoren, i dha 3 pikët, dha një asist perfekt. Ofori. Është ajo që kemi thënë që ai ka një pasim shumë të saktë. Kjo e bën që të jetë një vlerë shtuar e kampionatit shqiptar. Absolutisht, Egon është një lojtar vërtet altruist, virtuoz me topin dhe ka një vizion loje të jashtëzakonshëm për nivelin e superiores tonë dhe kjo e tregoi edhe ke goli Leo Melos që në minutat e fundit, pavarësisht se flamurtari arriti të barazoi dhe me atë atmosferë të jashtëzakonshme që ishte në stadium, me qetësinë e vet dha një pas perfekt edhe Leo Melo e ktheu gol. Ofori i Bylis patëm një balotazh po për efekt të modulit. Patëm një balotazh me Mukhtar Koxhi, po lojtarin tjetër të Bylisit. Dhe zgjodhëm Oforin për të krijuar rombin në mesfush. Një dha performancën e vet në këtë ndeshje, shumë pozitive, që ndihmoi ekipin e Bylisit për fitoren e parë. Leo Melo, edhe pse pak minuta, e njëjta gjë si me Beshiraj të Teutës javën e kaluar. Por për mendimin tim është asi në mëng i trajnerit të Tova që në çdo nesër sa herë futet
është i gatshëm për të dhënë kontributin e tij dhe shënoi golin e fitores. Kjo tregon anën profesionale të lojtarit, sepse ne kemi theksuar dhe jam në kaluar edhe për Beshiraj, që janë të gatshëm në çdo moment që trajneri i thret, ata futen fush, japin maksimumin dhe janë rezultativ. I dha fitoren 3 pikësh. Për të vajtur edhe treshja e sulmit. Treshja e sulmit Murataj, Villa dhe Maloma. Villa, Lorenzo Villa. Okej, unë thash kështu. Si David Villa i Barcelonës dhe Spanjës. Murataj për javësh me performanca të mira, një gjetje e vllaznisë, mendoj unë. Bëri një gol shumë të bukur me kokë, golin e dytë. Lorenzo Villa gjithashtu shënoi gol dhe është aty në çdo moment që e thret në komand trajneri Daja, ka luajtur shumë role, si nën shfallës, si dhjetësh, si winger ansor. Po, vërtet. Gjithashtu edhe si mesfushor, si teç, në qendër, ka luajtur dhe ka bërë performanca shumë të mira dhe këtë javë e finalizoi edhe me gol. Bukur. Dhe mendoj që është aty si nën shfallës. Është lojtar polivalent, që bën disa role dhe i bën goxha mirë. Po. Dhe Maloma Lorenzo Villa është dursak dhe ka dalë nga akademia e Teutës. Prodhimi i Durrësit. Po. Dhe mi që përmenem, fal profesor Vioni, akademit duhet theksoj Murataj, që është lojtar i prodhimit të akademisë vllaznisë, dhe këtu duke qenë se ne jemi dhe trajnerë dhe punojmë dhe me moshat, unë në rasti konkret, duhet i moshojmë fort futbollistëve të ri shqiptar. Sepse ja ku kemi rastin konkret Murataj, cili është një lojtar i ri dhe i talentuar. Bukur. Dhe Murataj, po, në kratë djathtë. Dhe Maloma në Murataj në kratë majtë dhe Maloma në kratë djathtë. Maloma në kratë djathtë, autori 2 golave. Po. Për Bylisin dhe një lojtar shumë i rrezikshëm për çdo skuadër në çdo ndeshje. I fort fizikisht. Po, i fort fizikisht, i shpejt, ka goxha cilësi. Bukur. Ky është moduli 3-4-3 me